shku rrugës për Fierë dhe më vjen kjo video nga Luli. O Rame, kishe pyet kjo Luli, e? Po mër Lul, si mos pys për ty, na fave syt më zotni. Po si than, vdiq Luli, edhe mu se besova, se e di që ti je i pavdekshëm. Stres zero, gjumi top, 77 po 42 e se lutopi. Ku kamër vdekje i t'afrohet ty më Luli, vetëm kur dole dhe the jam gjallë, ty thash mos, po rren tash. Ja më ku e ke Lulin, me Oriola Pampurin, me Demokratët e Euroatlantik, në Alidem jemi. Takim për zgjedhjet, sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidat tjerë. Indeze motorët, a? I modi e, po shqyqyr më Lul, shqyqyr dhe bravo Oriolës edhe Euroatlantikve që s'kan lënë vetëm se misioni ytë për të largu mu duhet vazhdoj. Plus që kush vjen me ty fiton, edhe kur hum fiton. Prandaj, forca. Tu jemi më Rame. Po ti ku je më Rame? Aty ku më ke lënë Lul, aty. Si për qadrës tate. Qa kohë ishte, ha? Ti po shmeje duke këndu hymnin kombëtar dhe unë që punoja lartë me zërin tënë në sfond. Pastaj marrveshja për dalë krah për krah nga qadra me ballin lartë, flokët si gjithmonë pik edhe me atë xhepin tat plot me mesazhet e dokut tënd që të çonte zemra në iPhone. Ec më Rame, dil nga podrumi. Mos rri podrum, pse ke frikë më Rame? Po normal e burr, normal jam trem se ti të fitosh krah më Lul. Po halal se meriton vetëm bëu i gjallë më burr. Bëu i gjallë, mos mundat është ti. Hajde vllai. Forca Demokratët Euroatlantik. Erdhi dita. Ramaik. Një komunikim në distancë, pothuajse në kufite nostalgjikës mes kryeministrit aktual dhe ish kandidatit për kryeministër zotit Basha, është realizuar ditën e sotme dhe kjo fal dëshirës dhe vullnetit kryeministrit për të realizuar një montazh të kësaj natyre që në fakt tingëllon gati si një dialog në distancë. Dua të më riktheni në komunikim Rej Sheun, i cili ne ka dëgjuar për pak minuta me durim gjatë debatit që ne kemi realizuar në studio, ndoshta është dhe i disavantazhuar duke qenë në distancë. Rej e ndjen një lloj drithërime konkurrence meqense përfaqëson të Rejën densisht, jo vetëm për të Rejën që është simbolik në politik, po edhe për të Rejën si kriter mosh, kur dëgjon të vjetrit se si gjejnë mënyra për të komunikuar dhe bashkëpunuar, ndonse janë rival të kampeve krejtësisht të ndryshme? Okej, Alba, unë kuptova diçka gjatë minutave të debatit që bën kolegët, juve thatë vetë disavantazhin e të qenit jo në studio, dhe unë i falenderoj kolegët që as patën pikën e respektit domethënë për të dëgjuar diçka ndryshe, tregojnë që janë po e njëjta pamje politikës së vjetër. Ajo e cila neve nuk na duhet dhe unë personalisht nuk e dua. Doja të thoja disa gjëra. Rej, për hir të përvojës që kam çdo natë me eksponent nga politika, të sofistikuar, të rinj dhe të vjetër, të cilët komunikojnë me të njëjtën gjuhë agresive, pothuajse pa arritur të bëjnë diferencën, dhe duke qenë që ishe ti i pari që sonte rekomandove që të ketë standard dhe gjuhë kolegaliteti mes jush, po të ftoj mos ta bësh. Ne u tregon but me ty më Rej. Shumë të sjellshëm. Shumë etik profesionale. Dhe madje kjo është ndryshimi një e thënë me jetë të bërë. E kupton, shumë do ishte shumë e këndshme që ajo thuhet të realizohet. I ke irrituar dhe i ke provokuar ata që në fillim i quajtë kolegë për të pasur një reagim, kështu që tani duhet i dëgjosh. Qetësi që ndjen më Rej. Rej, po të dëgjojmë. Duke qenë se do të kaloj në disa pikpamje të mia dhe personale, si thuash. E para, unë mendoj që Shqipëria në takon të gjithve, qofshim të mdhenj apo të vegjël. Edhe për politik, unë përsëri nuk jam për largohu ti se je i vjetër dhe të vi unë se jam i ri. Unë jam për një bashkërendim, edhe në formën e eksperiencës, po dhe në formën që edhe atyre i takon të shprehen, dhe nëse unë duhet i largoj të vjetrit, e vetëm mënyrë në shoqërinë demokratike është vota. Pra, në qoftë se unë do jam aq i aftë, arri këtë gjë shumë mirë. Kjo është ideja. Gjithsesi, unë dua të përqendrohem tek një plan jemi politik, të cilin ne kam quajtur politika e vërtet. Domethënë,
ku që donë sot vendi jonë dhe cilat duhet jetë domethënë thagma politike që ne të rinë duhet kemi parasysh. Duke qenë si përkas një subjekti politik të djathtë, unë mbështetem te politikat e djathta, tek zhvillimi i biznesit, tek pronat. Shqiptarët do të marrin pronat, diçka që zoti Sheja ka thënë dhe më përpara. Neve përmendim reformën në drejtësi, por reforma në drejtësi është përqendruar vetëm tek spaku. Duhet dhe forma tjetër që drejtësia të funksionojë, të zgjerohen kapacitetet. Sot shqiptarët problemin kryesor e kanë me pronat. Ka shumë familje shqiptare që ende nuk ka marrë parat nga shpronësimi. Një pikë tjetër të cilën neve e kemi shumë të rëndësishme dhe imediate sot, është rendi dhe siguria në Shqipëri. Ku po shkojmë? Cilësia e jetës në Shqipëri është bërë më e keqe, është bërë më e vështirë. Rej, të dëgjova me konsiderat sepse sigurisht që nuk duat ju shkëpus nga ide të cilat doni të proklamoni në publik, po ky i sonte nuk është debat programor. Do të shëmbeni ide tuaja si kandidat që përfaqësoni të ren dhe nuk e di, do të më duhet ta ribëj pyetjen. Pse evitove pyetjen që të bëra për batutën e kryeministrit dhe ish kandidatit për kryeministër? Jo, ma bëj. Se dhe kjo është sindrome së vjetrës, të evitosh pyetjen që të drejtohet. Jo, të lutem ma ribë pyetjen. E dëgjove videon? Video e Ramës. Si të tingëlloj komunikimi që kishte preferuar ta montonte vetë kryeministri në një kohë që sigurisht që impakti në rrjetet sociale është i jashtëzakonshëm, a të flet për një lloj bashkërendimi mes figurave të vjetra? Alba, është një video e cila, të them të drejtën, mua nuk më pëlqen nga forma tallëse, ofenduese. Unë mendoj se politikanët shqiptar sot, sidomos tani që jemi në moment fushate, duhet të flasin elektoratet mbi platformat politike që kanë si subjekte, jo të merren duke u tallur me njëri tjetrin, gjë e cila u bën në formë paralele. Është ndryshe një video TikToku argëtuese, po këtu po flasim për njerëz të cilët synojnë të kenë aspiratat për politikbërje, për drejtim shteti, dhe unë si qytetar e para, jo si individ politik, po si qytetar, unë ndihem keq kur shikoj se në çfarë gjendjesh e ka të ndisur politika shqiptare. Duke parë këtë lloj teatri. Tjetë për teatr, ikin teatr. Pa dhe këtë shije doja të merja për teatrin, ndërkohë dua të dëgjoj edhe kolegët e tu në studio. Sot i kume, si u tingëllon kryeministri që duket se do t'ja dali edhe kësaj radhe me retorikën e batutës? Ju pëlqen retorika që e ndjek dhe kjo që e zauron? Në fakt ky është precedent i vazhdueshëm dhe ai po riciklon veten. Kësaj radhe zgjodhi një kundër personazh anë të muës, që është zoti Basha, duke përdorur një pjesë të thirrjes publike që ai kishte bërë gjithsesi në kuadër të batutës. A ju pëlqen kjo gjuhë e leadershipit të vjetër që duket se thot pak ose asgjë dhe ka fituar vëmendjen vetëm me batutën dhe jo me vlerat programore për cilat ne tentuam të flisnim sonte? Votohet batuta apo votohet programi? E para, nuk mund të flas për zotin Basha, sepse është një personazh që në momentin që bën një paraqitje publike më gjallë një ankth pozitivist. Shpresoj mos sot në gjë të sikletshme për të, e cila reflektohet në mënyrë psikologjike edhe këtë gjithë ne të tjerë, domethënë. Pra zoti Basha si figurë ju sikletos kur del në publik, të po më thoni? Sikletos kur del në publik, jo për keq për një gjë që thot ai keq, po për ato çka është vetvete dhe për pafundësinë e gafave që ka bërë gjatë gjithë karrierës tij politike. Le t'ja lëm sikletin nëse e ka individualitetin të tij. Thën kjo, Zoti Rama nuk doli në opinion tim absolutisht nga vetja dhe se ti shkëmben batuta dhe bën humor me një ngjarje e cila është për të bërë humor. Nëse kjo nuk do të ngjallte humor, atëherë do kishim probleme me humorin. Dhe nuk është ky një platformë apo një program i PS-s, një shkëmbim batutash në Instagram me zotin. Mos reduktoheni vetëm në kaq, zoti Pano? Tani, me atë video që pam, duhet ta... Se ju po e komentoni në fakt edhe para se transmetoj video në debat. Është e vërtet, po duket që 17 maj vazhdon me këta dy. Pra, pakti 17 maj... Kjo është një paralajmërim për një 17 maj të dy, por ata mund të bëjnë çfarë duan me njëri tjetrin, 17 maj po vazhdon për ata dy. Tani, Rama ka... është kreativ. Për ju do të ishte problematike nëse ata bëjnë çfarë duan. Çdo njeri është i lirë që të bëjë çfarë doj me personin tjetër. Po flasim me pushtetin, me qeverisjen, me kompromiset për bashkëpunimin. Edhe Rama duket që në xhep e ka zotin Basha, kështu që ç'a thuash, pra pakti 17 maj vazhdon për ata dy individ. Rama deri tani ka kuptuar që njerëzit, një pjesë e njerëzve shqiptar janë të tërhequr pas modelit të TikTokut që është armiku kryesor i zotit Rama për sa i përket këtyre videove komike. Për shembull,
një nga strategjitë se si të marrësh followers në TikTok dhe audiencë të madhe është që ti të kesh një armik, që me këtë armik ti të bësh debate, të shahesh, të bësh replika, dhe kjo është mënyra vetme se si ti mund të maksimizosh shikimet. Tani, cila ka qenë platforma dhe strategjia e Ramës nga 2013 deri tani? Është bërë 3T 1K. Pra, Tepsi, Tallava, Timon, Kënet. Tani që është me Kënetën, me bufin e Kënetës, ka dhe një B, se është bufi në mes. KB, ne bëjmë si do duash ti i vëm ato gërmat. Dhe ka kuptuar që pa program fare, vetëm me korupsionin, vjedhjet dhe të gjitha këto grupet që e kanë ndihmuar deri tani, nuk ka nevojë që të ketë një program ekonomik, të ketë një program social. Kemi parë që 43% e fëmijëve janë në risk për sa i përket keq ushqyerjes. Nuk i intereson fare për këto. Ndaj insistoj të marrë impresionin tuaj, jo shikueshmëri. Unë pyes për këtë lloj riciklimi, si në recikliste. A ka vlerësuar sërish me politikat sociale nga djatha është fantastike, e thënë kjo në thonjë. Po, patjetër që, shiko, patjetër që po, zoti familja Komi, kjo është mund të flas me ty patjetër, nuk është problem. Të bëj një pyetje se 35% e popullsisë shqiptare kanë emigruar. Nuk po flas me shifra, po e ke idenë që kjo e njëjta gjë ndodh në Itali, e njëjta gjë ndodh në Francë, sepse tër bota ka lëvizje të forta tektonike, sidomos të lëvizjes, sidomos në këto momente që gjërat nuk janë edhe shumë qarta dhe nuk është Woodstocku i 70-s, domethënë nuk kemi një lumturi shumë të madhe në botë, gjithmonë ka lëvizje. Kjo gjë e thënë nga eksperjenca personale sepse nuk jemi këtu për të folur për programe me aparatet mirëfillta partijake mbrapa. Njerëz që sot jetojnë në Francë duhet ikin në Amerikë, njerëz që sot jetojnë në Itali ikin në Angli. Mirë, zoti Kume, po është pak relativizuar se kjo dhe po ju pyes është në proporcion të drejtë me numrin e popullsive, sindroma që shihni në Europë. Kjo mbetet për të parë me shifra konkrete, thash nuk po flas me shifra, po që në Itali sot e kësaj dite, që jam më shumë i lidhur edhe me median italiane dhe ndjek çfarë ndodh atje, është një problem shumë i madh ikja e trurit radh parë dhe ikja e italianëve për emigrim ekonomik. Prandaj ju pyeta, a qëndron në proporcionalitet me numrin e popullsisë dhe a janë dyndjet si tonat që qëndrojnë? Është 65 krah vendeve të lufshme. Dhe kanë ikur 20 milion. Kanë ikur mbi 20 milion italian që janë zhvendosur. Do flasim me shifra kur të kem shikuar. Shifrat janë edhe ne ndodhemi krah vendeve të luftshme. Nuk po i kësaj çështje vetëm një koment fundit. Të gjithë teleshikuesve kujdes nga relativizimi i së keqes, sepse kjo është një teknik e gjithë socialistëve që dështimet e tyre më të mëdha përpiqen t'i relativizojnë dhe t'i bëjnë si gjëra normale. Kujdes nga relativizimi i së keqes. Lëre në shikuesin të lexoj dhe të interpretoj sepse unë besoj tek inteligjenca e atyre që na ndjekin. Si një socialist i vjetër që flet me shifra dhe fakte. Pra aq kosa jeni kandidat, ju vini dhe si përfaqësues i forcës politike. Ku aderoni? Unë po flas me logjikë të pastër. Njerëzit kanë të drejtë lëvizin të shkojnë po njerëzit kanë dhe të gjejnë një jetë më të mirë. Jam shumë dakord për aq kosa i përket pjesës së vullnetit të lirë që njerëzit kanë mundësi të zgjedhin. Dua të ndërtoj të ardhmen time në Shqipëri sepse Shqipëria mua më jep kushtet, më plotson kushtet që unë të ndërtoj një të ardhmen këtu. Apo dua të ikin në Gjermani për x subsidiar. Po ikin gjithë Europa drejt Gjermanisë. Tani ju thoni pse ikën shqiptari, i cili nuk ju krahasoni se kam dëgjuar këtë retorik. Kam dëgjuar këtë retorik shpesh nga nuk i jep shqiptarëve një mundësi të lirë që të zgjedhë, dua të jetojnë demokratike krahason. Apo dua të ikë andej. Nuk dua të bëj kakofoni fjalësh. Partia Demokratike krahason Shqipërinë që është një vend në zhvillim. Bëni një relativizim dhe me Italinë. Tani, një vend në zhvillim dhe edhe sistemi Gjermani që është një vend nuk po dëgjoni njëri tjetrin dhe nuk shkoni te publiku. E them çdo natë, kështu që më duhet ta them edhe sot. Relativizimi ju krahasoni, ju empirizoni shtetet. Shqipëria ka një merak nga pjesa tjetër, ju lutem. Mos u bëni sepse nuk shkoni. 2.5 milion banor. Dhe nëse ne ju referohemi shifrave të largimit, sa përqind e shqiptarëve janë larguar, krahasuar me shifrat e italianëve që zotëria përmendi, kur nuk krahasohemi në përqindje të peshës proporcionit që zënë në totalin e popullsisë në të cilën vendi zotëron. Ajo që unë dua të them që është problem për vendin tonë, është që nga Shqipëria po largohen truri i Shqipërisë, po largohen njerëzit inteligjentë, po largohen mjekët, pra janë larguar mjekët, ekonomistë, gjithçka janë shqiptarët, ato që shkëlqejnë në të gjithë botën, ato që tregojnë që vërtet sa nivel zgjuarësie kanë shqiptarët, ato që tregojnë se kush janë shqiptarët, sa të vendosur janë ato në realizimin asaj që ato kërkojnë në jetën e tyre për të realizuar.
Dhe një nga politikat që Partia Social-Demokrate dëshiron të bëj është marrja, përthithja e këtij truri që është larguar nga Shqipëria dhe të rikthehen në vendin e tyre dhe të japin kontributin për të gjithë kualifikimet që të kanë realizuar në vendlindjen e tyre. Si e realizon PSD-ja këtë? Mua personalisht përpara ca vitesh më ofruar që unë të largohesha jashtë dhe të ndërtoja një jetë ekonomike në jashtë shtetit të Shqipërisë. Unë jam shumë patriotike në ndjenjat e mia si individ. Kam refuzuar largimin nga Shqipëria me kushtin që unë këtu do kualifikohem, do arsimohem dhe do bëj më të mirën për vendin tim, për ne të gjithë së bashku dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë. Po megjithëse një bërtham e mirë ka ikur dhe PSD-ja premton që do ta rikthejë si e bën. E gjithë çështja është këto persona që janë larguar, ky truri i kaq inteligjent i shqiptarëve që është larguar nga Shqipëria. Nivelet e pagave që ato i kanë në shtetet e huaja, pse mos ju ofrohet nga administrata në pozicione kyçe drejtuese dhe të japin të lutem mos më ndryj, dhe të japin kontributin e tyre në parlament, pasi nëse ne zëvendësojmë një kapacitet intelektual në administrat, nuk ka nevojë zëvendëson 50 punonjës një intelektual. Nuk ka nevojë të rrisim numrat e punësuarve në administratë publike. Po ne kemi potencial meritokratik dhe financiar për të mbajtur këtë lirë. Jeni në koalicion me Partinë Socialiste, s'po e kuptoj. Jo, unë jam PSD-ja, nuk jemi në koalicion me asnjë parti. PSD-ja ishte në koalicion kur iku truri. Nuk flas për të shkuarën, unë flas për të ardhmen. Unë flas për planën të ardhmes. E nuk PSD-ja duket sikur do të zhbonte veten, unë prandaj pyetja dhe zoti Islami shëronisë. Ne merremi me ato se çfarë kemi planifikuar dhe çfarë vizioni ka vendosur Partia Social-Demokratike. Që do të thotë se është një vizion që është bën të vjetrën. Jo, nuk është i bazuar në të vjetrën, pasi politikë dominuese ka qenë PSD-ja së bashku me ish partitë e vjetra, me këto partitë që duam kur nuk kërkojnë që të bëhen të reja apo i vjen që të heqim të rejën dhe të vendosim kopen. Por çështja është të ndërtojmë një vizion në interes të qytetarëve dhe unë jam e bindur që me besimin në Zot do jem një zoj i fuqishëm i të gjithë muslimanëve në Parlamentin shqiptar, do jem një zoj i fuqishëm i të gjithë nevojtarëve të Republikës së Shqipërisë dhe do jem një zoj i fuqishëm i të gjithë personave, i të gjithë nevojtarëve. Për mua njerëzit janë të gjithë të barabartë. Qoftë i Partisë Socialiste, qoftë i Partisë Demokratike, qoftë i PSD-së. Ligjvënësi duhet të jetë generalizëm. Njerëzit janë të barabartë përpara politikës shqiptare. Njerëzit trajtohen në formën më të përkryer. Nëse unë nesër do jem një kandidat në Parlamentin shqiptar dhe do më jepet mundësia. Kandidate jeni nëse do të jeni ligjvënëse nesër. Ligjvënëse pa diskutim, nëse do më jepet mundësia që unë të përkrah një që ka nevojë për një mbështetje, qoftë fondet projekteve tuaja apo diçka tjetër, një person që vërtet nuk ka mundësi ekonomike të realizojë objektivin ose planin ose biznesin që ai do ta realizojë, dhe një person tjetër që vërtet ka një nivel të caktuar dhe aplikon për këto fonde, pa diskutim që unë si ligjvënës do zgjedh të përkrah. Kjo është një histori shumë Të gjithë të lëra kjo video që sapo pamne është një mesazh shumë i qartë që pas kuintave ka marrëveshje politike ndërmjet eksponentëve të vjetër të përgjigjja që doja. Pra vim si e kompromisit. Vetëm një koment shumë të shkurtër. Ke shumë drejt dhe bravo të qoftë. Faleminderit. Për gjitha që tha. Po përsa i përket aksesit në fondet e huaja që po thua, ti ka prerë Rama të gjitha s'ke më. Dëgjoj, ajo thjesht ta edhe nga të ardhurat e buxhetit shqiptar. Nuk i referohen vetëm asaj. Po, edhe nuk i buxhetit shqiptar. Një nga politika që PSD-ja do hedh që ka në programin në planin e saj është që edhe ndarja e buxhetit do jetë në bazë të kontributit të ardhurave që do ketë secili qytet, secili qark në Parlamentin shqiptar. Do të jetë një mbrëmje tjetër për diskutuar për programin se kështu do të ishte pa paraqitur. Do të rikthehem pas pak se nuk e kam dëgjuar zotin Rupi, i cili ka një merak të jashtëzakonshëm për video, nuk e kuptoj pse. Po. Jo, e para që t'ja përgjigjen time se u shtru pyetjen të 4-5. Po, kishte një insistim. Çfarë shije ju la ajo video? Shiko, shija që më la video janë dy faktikisht, dy ndjesi shumë interesante. Jo tani ne kemi parë video, nuk është se e pash këto për së vërtetës. Nëse nuk do ta dija që personat janë kryeministër dhe një aderues shumë i lartë për kryeministër dikur, i partisë opozitare më të fuqishme, do ma zbukuronte mbrëmjen se do ishte një video që do qeshja shumë. Mos më thoni që nuk keni qeshur se unë ju pash teksa po qeshti. Jo, qesha me dhimbjen, sepse të shohësh këtë gjë nga një kryeministër, i cili sapo ka thënë para zakonisht do futem në BE, dhe unë nuk e di se cili kryeministër është në BE që flet Olulo Oramo apo në vendet e Bashkimit Evropian. Në çdo vend Bashkimi Evropian, para se të zbriste nga makina do jepte dorëheqje. Para se të zbriste nga makina, do i thoshte vet bodyguardi vet. Zotëri, unë nuk shërbej do ty, se është turp për mua. Pra, këtu flasim për një vend të cilin ka
ashtu si që është. Dhe ty të del koha është diskutime, debate në distancë, o Ramo, o Lullo, o... Në fakt është as diskutim dhe as debat, është një montazh biles, që do më shumë kohë fizike me që senit e kohë. Ajo, në thelbin e vetë, e bërë, e vënë në gojën e këtyre persona, është fyrje. është fyrje për çdo shqiptar. Është fyrje për çdo shqiptar. Nga një anë njërin thonë, lëre se ashtu është çati bëjmë. Nga ana tjetër është kryeminist. Kur të heqësh petkën e kryeministrit, të dalësh ke kafja lagjës, të diskutosh, kesh dalë në pension dhe prap nuk e thua dot sepse ti ke mbi shpatulla nderin e të qenit një ish kryeminist. Nuk është njësoj, si dikush që nuk ka pasur një aderim të tillë, ka qenë i ndershëm në punën e tij, dhe dikush që ka. Pra, puna e gjitha për marrjen e një pushteti, dhe kur them pushteti nuk them vetëm për kryeminist, por një posti publik, duke filluar nga një institucion publik i vogël, ndan dy njerëz, midis atyre që e marrin si përgjegjësi, dhe ata që kanë përgjegjësi e kanë hall për ta zgjidhur këtë hall, sepse nesër thon mua pse e bëra, dhe njerëz, siç kemi kryeministrin që e ka marrë për pasion, nuk ka as turpi ajo, por nuk ka frikën, sepse njeriu ka dhe far frikë, çfarë do të thonë? Ai di unë çfarë do thonë këta. I di se çfarë do thonë njerëzit, janë mësuar, ja kanë bërë herë të tjera, s'mjan kthyer etj. Pra, nga një anë, po mos ishin në këtë figurë që kanë, do ishte një mbrëmje e bukur gallate, ë? Nga ana tjetër, fakti pse kanë këtë pozicion të dy palët, është një turp kombëtar, është një nuk e di domethënë, dy forca që aderojnë të dalin në diskutime, debate duhet ishin ndoshta edhe shumë të ashpra. Jo fyese, po të ashpra. Po flasim për debate ekonomike, politike. Po thoni mes Partisë Socialiste dhe Euroatlantikëve. Po, rasti konkret ose nuk besoj se është Euroatlantikët ata që do bëjnë debatet për ta zgjidhur Shqipërinë, po kushdo qoftë, kushdo parti. E para, e dyta duke u nisur nga gjithë debatet që u bën këtu, cilë u devijua për së vërtetës, unë nuk doja ta devijonim. Nuk i referojmë në mënyrë absolute asnjërit nga ne këtu, sepse s'ka pasur poste. I referojmë figurës nga mbrapa për cilën përfaqësoj. Se vjen edhe si përfaqësues. Këtu flasim për një tavolinë me 4 veta, të cilët 3 kanë pasur përfaqësim në këtë parlament. Dhe unë s'kam pa që është bërë kjo Shqipëri. Si do bëhet Shqipëria? Si është Shqipëria e bërë, finalja? Shqipëria e bërë është pa banda, Shqipëria e bërë është pa korrupsion, Shqipëria e bërë është pa tenxhere të psi, Shqipëria e bërë është pa marrëveshje 17 maj, Shqipëria e bërë është pa pasur gjysmë kolegëve në burg, Shqipëria e bërë është pa degeneruar dhe kundërshtuar SPAK-un, si nga pozitë, si nga opozita, që pa pikturpi mes medias thonë që ne sa të vime, që bëjmë në SPAK-u, ta rregullojmë çfarë për SPAK-u ti. Ne e pranuam SPAK-un bashk për mos i ndërhyrë SPAK-ut, sepse drejtësia është pushtet. Çfarë do ndodhte nëse do ndodhte e kundërta Dumanit, do thoshte ç'ai bëju në Tiranës? Çfarë do ndodhte? Çfarë do të nëse thoshte e di ç'ai bëju Sali Berishës? Dhe me letra, prap më fal mbarojeni sepse do të keni secili kohën e fjalës. Se s'ka marru se Tomash Rrugës po s'ka shkuar burg akoma, do vazhdojmë dhe aty. Jo, të lutem mos u merr me individ sepse jo etike dhe më është individ përfaqësues edhe herë. Nuk po të përmend kryetarin e partisë tënde. Do të përmendim çopet pastaj edhe dikë tjetër. Të lutem, stop. Çopet me mua. Ku janë më këto lekë këto gjëra më jep se më duhet. Se mund të ketë arsye të tjera. Po ta mbarojmë mos merrem me individë. Sa për drejtësinë konsiderat shumë e veçantë që në kallëzimin penal që kanë bërë. Por kallëzimin penal që kanë bërë. Ju lutem mos flisni në mënyrë të njëkohshme sepse nuk shkoni asnjë publik. Ta mbaroj fjalën, më pas do rikthehem te ju. Mbaroj zoti Rrugë. Mbaroj se ka më të lehtë menaxhimin me politikanët e vjetër, më besoni. Minimumi, ata që kanë qenë një herë dhe nuk kemi qenë ne këtu, se kam individuale, s'kemi qenë ne këtu. Unë do isha, për mua nuk ka rëndësi flamurim. Unë do isha në punën time, nëse një nga partitë do kishte qeverisë siç duhet, do kishte këtë zotërinë që unë kam këtu, do t'i kishte në qeverisë, do kishin bërë atë që duaj, unë do isha i lumtur sepse unë kam mbaruar për regjit teatri, do mbënin teatrin, nuk do ma prishnin në shkatronin ashtu. Unë do isha duke luajtur aktor. Nuk doja unë të isha as deputet as gjë. Ata që aspirojnë, ata mjafton ta bëjnë këtë vend. Pse nuk është luftë kaq e madhe të partive të shumë, se thonë për shembull sa shumë parti aderojnë në Shqipëri. Po normal, mëse nuk gjejnë
përfaqësuesin e tyre në parlament dhe detyrohen të ngrihen grupime për të Kjo përfaqësuar. është mos e normale dhe është gjenuine që të ketë parti dhe të ketë... Po, është shëndetshme. Forca të reja, lëvizje qarkullish. Kjo nuk diskutohet. Patjetër, por nëse do kishim qenë që nuk do më duhet ta ngrihet. Ajo që po diskutojmë, ajo që po kalon ke ajo që po ndorrojmë pastaj. Thomas More ka shkruar 1500 në Utopia, vizioni i sardmes. Nuk ekziston ai vend që thua ti, përveç ke Utopia e Thomas More, nuk ka një vend. Nuk ekziston Utopia, apo jo? Sigurisht. Sigurisht që do ketë probleme. Po ekziston një vend si Gjermania që ne duam të jemi. Sigurisht që do ketë probleme, sigurisht që këto probleme vinë duke u reduktuar, duke u përmirësuar, duke lindur probleme të tjera. Duke u përmirësuar dhe ato. Dhe kemi një rrugë që po shkojmë nga Aja në nuk e di se ku, për të zhvillu. Nuk e di se ku në ta. Nuk jemi profetik dhe nuk mund të flasim për një kandidat që thot nuk e di se ku do shkojmë, pastaj nga Aja në kush e di se ku të një shteti shqiptar ka zhvillim gjithmonë, nga vitin vit, nga herë në herë, nga njerëzit dhe nga presin pres. Kjo është retorik politike. Dhe duhet të them dhe diçka me që jemi mbi argumentin. Diskutove që pari dhe the është afruar për arsye pragmatiste. Mos ndoshta në njëri nga ne ka një arsye jo pragmatiste për të qasur politik? Për kuriozitetin tënd, ka një batut Churchilli që thot, çdo njeri poshtë 30-tave është njëri emocional. Çdo njeri mbi 30-tat është pragmatist. Je një person nën të 30-tat, nuk dikoj nga mosha, nuk mendoj që ti je emocionale apo është ka idealizëm dhe jo pragmatizëm po thoni. Unë jam një sekondë se ka nevojë. Nëse do modulojmë termin pragmatist dhe ta vendosim qartë dhe pastër, pastaj ka vend për diskutim. E kishte me ideologjinë fakt. Mundet të ti theksoj dhe diçka, të lutem. Zonjës? Po. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar që ne nuk duhet i drejtohemi në asnjë mënyrë një komuniteti. Ne duhet i drejtohemi shqiptarëve. Komuniteti musliman janë vëllezër, motra, kristianët, budistët, do jem zëj fuqishëm për muslimanët parlament, sepse nuk kanë pasur zëri fuqishëm në parlament. Është shumë e rëndësishme. Sot nuk kanë pasur përfaqësi në parlament. Shqiptarët nuk kanë një gjë apo një tjetër. Shqiptarët janë shqiptarë për ato. Kjo është e para dhe ajo që unë duhet të theksoj. Për këto shqiptar e keni obligim të jeni përfaqësues. Për këto, nëse do të jeni tjetër, por do jem edhe i atyre që nuk kanë qenë tashma aktualisht. Kjo është secili që nuk është ndjerë nuk kanë pas përfaqësues musliman. Përfaqësues musliman nuk ka përfaqësues shqiptar. Të një besimi ose një besimi tjetër. Nuk ka Lisbonës, të gjitha këto probleme ndodhin. Se kisha më të thoja. Të gjitha këto probleme që ndodhin në politikën shqiptare ndodhin sepse këto Lisbonës miratojnë ligje, të cilat janë në kundërshtim me objektivat e institucioneve. Këto Lisbonës miratojnë vendime Këshillit Ministrave që nuk përputhen me ligjet dhe ka përplasje një mos harmonizim të gjithë paketave ligjore dhe fiskale dhe ndodhin probleme të cilat lënë hapësira për abuzime, keq interpretime, keq përdorime. Dhe shpërdorime. Jo, për mua unë si vi nga një karrierë në nivelet e larta drejtuese në administratë publike dhe unë jam punojse që vërtet kam depozituar një kallëzim penal për drejtuesin e institucionit, për nëndrejtuesin e institucionit, për sekretarin e përgjithshëm dhe sot mendimin e drejtuesit të Shpakut është urdhëruar prokuroria e përgjithshme të fillojë procedimin penal të këtyre personave, sepse prokurori nuk e regjistron të çështjen penale. Prandaj me respektin e konsideratër patjetër është detyruar në mënyrë është orientuar dhe ka thënë të regjistrohet çështja penale dhe të vihet në dieni zonja Islami për të gjitha veprimet e kryera. Pas ka funksionuar për çdo realisht drejtësia. Zoti Pano ka një reagim për zotin Kukër. 30 sekonda se kush është cituat Churchillin, kush është nën 30 është emocional. Është batut. Dakor. Jo emocional, jo, është emocional, pra është i orientuar nga emocionet, po jo nga politika. Po, ndërsa kush është mbi 30 është pragmatist. Fillon merret me çështjet e shtetit pastaj. Kjo ishte batuta. Tani, për aq kohë son kam ardhur këtu, kam ardhur që të diskutoj si i barabartë. Nëse përballon dot diskutimin, debatin me fakte, je sofizëm për skip. Je shumë, është shumë kënaqësi të komunikosh me ty. Skip nuk bëj asnjëherë, këtë ta ke Sa po bëre tani se dhe ti je i qartë. Po bën një lëvizje të lehtë. Un kam 2 master. Një e kam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam pedagog, jam dekan studentësh në universitetin ku punoj. Janë disa kauza në jetë që nuk bien dhe nuk shiten, mbase ju me pragmatizmin tuaj nuk e kuptoni dot këtë. Për mua, kuptoni ju me pragmatizmin tuaj. E kuptoj me emocionalitetin tim që e doni të më etiketoni si emocional. Jo, e kish kuptoj. Për mua, kauza e familjes dhe kauza që unë dua të përfaqësoj në Parlamentin shqiptar, nuk është kauzë pragmatiste, por është kauzë kombëtare. Është Zoti, është familja dhe është kombi.
Pra aq kohë sa familja shqiptare. Shumë e vështirë për të folur për zotin në terma politik. Nuk ka problem se flasësh zotin politik, jemi në nivel tjetër diskutimi. Po, shiko, është një shprehje që thuhet që ne vim këtu si profet dhe flasim në emër të Zotit dhe komunikojmë për Zotin, kjo është diskutim shumë. Shiko, po bëjnë Asnjëri prej jush mos i rreshtroni tonë për Sonte jeni thjesht kandidat në listat për deputet. Si kandidat në listën për deputet. Në këtë që unë përfaqësoj dhe dua të përfaqësoj në mbrojtjen e familjes dhe kundër projektligjeve që ju po doni të kalonin në parlament, siç është projektligji i surrogacisë, siç është projektligji i përshëndetjes riprodhues që doni të çoni në abortin e vajzave 16 vjeçare pa dijenin apo konsentin e prindërve, siç është për sterilizimin e të rinjve mbi moshën 18 vjeçare me prerje. Ku është kjo? Hape lexoje, përderisa ju jeni kandidat, hapeni, lexojeni, jeni kandidat i Partisë Socialiste. Hape se e shef pastaj. E lexon. Kështu që janë disa kauza që nuk bien dhe nuk shiten dhe unë jam për të përfaqësuar këto kauza. Dhe jam ulur këtu si i barabart me të gjithë ju, pa çka moshës time të re, ju duhet toni Zotit që ka të rinj që janë të gatshëm, po mos u sillni si të bëjë. Janë të gatshëm ta lënë punë të tjera që mund të jemi një jetë më të mirë me familje. Ju lutem se po bëni kapërcime pindarike nga tema në temë, le të jemi konkret dhe koncis siç bëjmë çdo natë në këtë debat. Zoti Rupi, çfarë keni përshtuar? Diçka tjetër, jo në lidhje me këtë. Ishte gjithë me pragmatizmin. Në momentin kur flasim konkretisht tek një qasje e re. Pra se ne vim për një qasje të re. Qasja e re fillon që tek mënyra e kandidimit. Që do të thotë, jo më kot, ne kemi trumpetuar gjatë gjithë kohës që kemi dashur listat të hapura 100%. Nuk ndodhi kështu. Ndodhi gjysmë të hapur. Që do të thotë, një pjesë është e detyrueshme listë e mbyllur dhe pjesa tjetër është listë e hapur. Atëherë koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka vendosur që të ketë 100% listë të hapur. Po si, se sigurisht që ligji na e detyron, ne nuk jemi jashtë ligjit. Po, por ju jeni imponuar ligjit në këtë rast me një formulë fiktive. Një formulë fiktive, për ta sqaruar edhe për të gjithë njerëzit. Doja këtë gjë sepse është menduar sikur po bëhen manovra për të deformuar votën. Në fakt ka pasur një lloj konfuzioni dhe zhurmë në këtë drejtim për prindrit e disa prej jush pozicionuar në listat fiktive. Si funksionon, shpjegojeni publikut se ne e dimë. Është shumë e thjeshtë. Meqense jemi të detyruar për të pasur lista të mbyllura, të detyruar nga ligji, nuk mund ta shmangim këtë gjë. Atëherë, nëse për partitë e vjetra lista e mbyllur është një bunker. Një bunker do të thotë vendos njerëz të sigurt. Pra nuk ka rëndësi, nuk e votuar mua apo jo, unë do futem, sepse jam pjesë e këtij bunkeri. Përkundrazi ne kemi bërë të kundërtën. Dhe zakonisht çfarë ndodh? Të rinjt kanë dalë në ball, mbledhni vota, hidhuni. Hidhuni në këtë luftën e ashpër që është kush merr, ç'a merr, me një uniforma, që të futemi në të vjetrit. Është teoria e partive të vjetra. Pse? Po mos ishte kështu. Atëherë, listën e mbyllur vendosnin të rinj, totalisht të rinj. Megjithëse radha e Partisë Socialiste ju ka sfiduar deri diku në këtë drejtim. Pse na ka sfiduar deri diku? Sepse ka të renë dhe e ka të akomoduar mirë në shpesh raste dhe të vjetrën e ka hedhur në këtë luftën e ashpër për cilën flisni. Do ta citoja ta mbaroj. Ja, ta mbaroje më pas do kthej. Ishte shumë interesant kryeministri kur një moment tha se kam vendosur akoma, tha, se ku jam. Pra unë mos jem fare në politik. Mund të mos ishte, por ja që ishte dhe ishte prijes liste. Mund mos jem, mund të jenë të hapur, mund të jenë gjithë njerëzit thonë ku mund të jetë. Kjo është manovër. E manovër me hile. Pse? Në momentin kur thua këtë, atëherë ti dil në listë të hapur. Fut të rinjt, jam dakord në listë të mbyllur me një po themi arsyetim të tillë. Po themi, Jonathan është i ri, nuk e njohin aq shumë. Dhe ne do ta ndihmojmë që të marrë një karrierë politike sepse duam që Partinë Demokratike ta bëjmë të re si Jonathan. Dhe jashtë liste del Sali Berisha, Flamur Noka, teorikisht në tapur, dhe ata thonë, e shikoni pra kush jemi ne. Mbas 34 vitesh ne kemi këtë fuqi. Njerëzit na duan, sepse sidomos ata, të dy palët, po sidomos, sepse i thonë njerëzve që ore, ne do ta qeverisim këtë vend. Çfarë bëjnë? Mbyllen atje brenda dhe i thonë shokëve të Jonathanit. Jonathan është listë mbyllur. Apo jo është në listë hapur. Bravo, akoma ti je shembull perfekt. Jonatani është në ballë të betejës, ndosë është i ri dhe kandidon për herë të parë. Që Jonatani në listë hapur janë. Që t'ia shpjegoj me çfarë shpjegoj njerëz, t'ia shpjegoj vetë Jonathanit si i ri që është, ndjes që po e jap vetes të gjë, jo se jam më i zgjuar se ty. Atëherë do më lejosh replikën. Po absolutisht. Në replikën e lejoj unë këtu Jonathan, kështu që pas. Po kam detyrë ta dëgjoj. Mbaroj. Pra, Flamur Noka, Sali Berisha, çfarë janë këta të vjetrit kështu? I kanë thënë Jonathanit, shikoj Jonathan çfarë do bëjmë me ty. Ne do mbyllemi këtu një herë. Ti ik vrapo. Merr sa më shumë vota, se të duhen shumë. Thon Jonatani, më duhen po 12.000, jo 12.000.
Sepse me 12.000 do futem unë, thot Sali Berisha. Po 24 thotë ai, pa prit se kemi flamur nokën. Kur të marrojnë kjo Jonathan, kur të bëjnë 150.000 vota, ne kemi kënaqësinë që një nga karriget tona në parlament të jesh edhe ti. Faleminderit që erdhe, po mos ta ngjojmë zërin se jemi shumë ne. Dhe të themi nesër kur do flasësh se si do flasësh. Tani do të dëgjojmë nëse Jonatani e ka lexuar kështu si ju. Absolutisht po, unë jam I pari që dua ta dëgjoj. Ç'ke se keni, kam me Jonatanin. Jo, në lidhje me diskutimin me këtë që sapo po jemi në listë hapur ti në rregull. Edhe unë jam në listë hapur, po përfaqësuesit e listës sigurt të Partisë Sociale Demokratike kanë firmosur dorëheqje dhe janë pranë zyrës së Po ta sqarojmë se është njësoj, sqaroj edhe për ty. Edhe jeni në të njëjtën linjë. Atëherë, çfarë kemi bërë ne? Ne kemi bërë sistemin të kthyer së prapthi. Të vjetrit duhet të sakrifikojmë për të rinj. Dhe kur them të vjetrit, nuk themi vendos politikanë tanë të vjetër, se nuk kemi të tillë. Atëherë janë vendosur njerëz të cilët janë të besuar tanë që nuk kanë asnjë aspirat politike. Dhe nuk kemi nevojë ne të na thuhet që, m'fal po, si do I provoni ju se mos ata e marrin mandatin? Nuk do t'i vi rradh ata marrin mandatin. Nuk është ata do japin dorëheqjen kur të janë bërë deputet. Do të jetë paraprake. Dhe ata do të japin dorëheqjen vetëm për plotësuar këtë kuadrin ligjor dhe të gjithë votat shkarkohen tek partia. Atë që ka garanci të plotë që fiktiviteti funksionon me dorëheqje. Absolute, dhe në moment që ata shkarkohet, në moment që shkarkohet, votat ekzistojnë për partinë sigurisht, për koalicionin, jo vetëm për partinë, për koalicionin, dhe në listë të hapur, cili do person që ka marrë një vot më shumë, dhe në total janë një apo dy mandate, një mandat qoftë, atëherë ky person vendos se shkon në parlament. Që do të thotë? Nëse ne kemi sigurisht që figura shumë të njohur janë Endri Shabani, për gjithë politikën e tij, për gjithë angazhimin e tij, për gjithë shkollimin e tij që ka bërë, për rinin që ka e gjitha këto. Është Panajot Soko, është Atletik Lapaj, etj. Por për shpjegu sistemin, nëse unë les votoni Marcel Rupin, vaki nuk shkon Atletik Lapaj, por shkon Marcel Rupin në parlament. A është kjo garë ndershme ku vetë drejtues partish, jo drejtues të politikave të brendshme, sepse politikat I bëjnë bashkë. Kanë vendosur që thonë Marcel, ja ku e ke, ja del do d'lë, po, më mund mua, unë jam jashtë, ti e brenda. Pra unë nuk e di. Do kryet herës nuk ju ka kompleksuar, as kryetari, as ai që mund të quhet arkitekti I forcës. Tani kompleksoj, jam listë hapur kandidat dhe nuk punoj për asnjë vot teke për listën e mbyllur. Të përgëzoj për këtë. Madje, dashur pa dashur, në thonjza, lista e mbyllur është I vetmi rast, lista e mbyllur punon për listën e hapur, pavarësisht ata s'kan aspirat dhe nuk do dalin për fushata. Por teorikisht 2 vota nëse I shkojnë si parti po themi, do shkarkohen poshtë. Sepse kjo është zbrapsja që keni vendosur të bëni ju për transparencën e listave. Pra lista e mbyllur tek ne punon për listën e hapur. E njëjta gjë edhe në partinë që unë përfaqësoj. Okej. Kjo është kështu, ajo shpreha. Por ajo që unë doja të. Ju lutem, se është koha e replikës së zotit Pano. Po, ndjes djalje. Është ajo shpreha, secili për vete zoti për gjithë në këtë lloj rasti. Po shiko. Pse flet me kaq siguri dhe ku e diti për shkakun që nesër Flamuri, Besarti, Klevisi, Belindi nuk japin dorëheqjen si mami e babi juaj, aty te lista e Lapajt. Është sigurt se s'ka dhënë për 34 vjet. Ma dëgjoj pak. Na linin ne pastrimin e shtëpisë tonë. Jo. Sepse shtëpia juaj është aset kombëtar. Unë jam qytetar I këtij vendi, si ta lej ty pastrimin, nuk është shtëpia jote. Hajde, futu te shtëpia. Jo më zotëri s'kam detyrim vi, ke detyrim ti qeverisë është mirë dhe për mua që jam jashtë. E ke detyrë. Unë nuk po qeveris. Po edhe opozita ne nuk po qeverisim. Opozita është ata që jeni pretendent për qeverisë. Më dëgjoj deri në fund, se nuk të ndërpreva, pres që mos të ndërpres. Ka një diferencë mes çfarë dua dhe çfarë duhet. A doja unë që ti ishta në listën e sigurt? Po. Ashtu siç mund të jenë 99% e personave që janë në listën e hapur. Ashtu si shumica, përveç mund të etiketoj 3-4 persona që e thanë që në fillim që jo, dua të jem listën e hapur. Shumica do donin të ishin listën e sigurt. Aq më tepër që u nështruat garës së primare. Se do donin të ishin listën e sigurt. Ma dëgjoj deri. Ti vetë se do dohet të ishin listën. Po ma dëgjoj pra ta mbaroj logjikën deri në fund. Fal, po që të ndihmoj argumentin. Ju lutem, se jemi në limitet kohës televizive, mos pengoni njëri tjetrin. Jemi në minutat e fundit, zoti Pano, vazhdojeni. Do doja unë që ti ishte lista e mbyllur, e mbushur me të rinj dhe të reja? Po, kjo është çfarë do doja unë. Tani çfarë duhet? Ne jemi në një koalicion me 25 parti të tjera dhe fokusi kryesor nuk është që unë tani po punoj për veten time, sepse Xhoni do që patjetër nesër të dali deputet. Po synoj që të dalë deputet, po punoj që të dalë deputet patjetër, por fokusi primar është rrëzimi I kësaj qeverie dhe largimi I kancerit më të madh në Shqipëri, që është Edi Rama. Nëse unë arri që të bëhem deputet I kuvendit shqiptar në 2025-ën
Partia Demokratike arrin objektivin e saj për 19 mandatesh në Tiranë, atëherë bravo na qoftë gjithëve, ka treguar që dhe Xhonatani ka arritur që të mbledh votat e mjaftueshme që të bëhet pjesë e kësaj legjislature dhe të gjithë kanë punuar për qëllimin e përbashkët. Kur ti mbledh më shumë vota se Flamur Noka, pse mos je shti dhe ti të jesh Flamur Noka? Sepse statuti. Ja, do kthejmë dhe ti. Sepse statuti do diskutimi sinqerisht. Po prandaj jam në listën e ti po ja çon Flamur Nokës. Në fakt sonte do duhet të bëni për veten ka Ti ja çon Flamur Nokës. Jam në listën e statuti menaxhim të kohës do duhet të respektoni njëri tjetrin. Që kupola drejtuese e partisë, ex officio, sekretari i përgjithshëm, drejtuesi i forumit rinor. Ky është gabimi që po diskutojmë pra. Struktura e partisë. Tani, nëse ju jeni parti pa strukturë, ky është problemi juaj. Dhe me që po kalojmë në pjesë këshillash, jepi një këshill atij kryetarit tat që mos ja them me sinqeritet. Që mos të bëhet kaq fake që thuaja, Këllira Balthed, se domethënë e kuptojmë që do të mësoj do të mësoj bërë një gjë më Xhonatan. Është pa konceptueshme që dalësh të flasësh. Po bëheni ndoshta aksidentalisht përsëritës të kryetarit. Pa konceptueshme dhe kjo nuk e them me shumë dasëmirësi, pavarësisht se ti në një mënyrë emocionale mund të lëshosh një fjalë më tepër ose po se jam i vogël prandaj. Jo, nuk je i vogël. Nuk je i vogël për ca gjëra, nuk je i vogël. Nuk mund të thuash për një person, s'ka rëndësi, qoftë opozitar, qoftë njëri i cilin tu nuk e ke qef, për sa kohë po flet në aspekt politik. Po më lër mua ta marr përgjegjësinë çka. Po jo më burr. Ti mund ta marrësh përgjegjësinë, unë po ta avokat. Jo, dëgjoj me vëmendje. Nuk mund të thuash, nuk është etike të thuash kanceri, mikrobi, horrori. Po ma lër mua retorikën time. Po unë sa do të thoya, nuk e di thoya votuesit demokrat. Se ne po flisim për të rregullta që ky njeri do të jetë në parlament. Po nuk mund të dosh në parlament me qeliza, çdo vot është e vlefshme. Fenomeni i politikave të vjetra, të drejtuesve të qarqeve, të politikave aktuale, si është realiteti. Të gjithë drejtuesit të qarqeve që janë aktualisht, gjithmonë në kohën e zgjedhjeve, në çdo vit zgjedhor që qoftë lokale, qoftë parlamentare, asnjëherë ai drejtues që ka qenë në zonë të caktuar nuk shkon më në atë zonë atë qark. Pse ndodh kjo? Sepse politika ka zgjedhur që në një periudhë zgjedhjesh të çon një drejtues dhe ky ti mashtroi, ti manipuloi qytetarët tua, thotë ato gënjeshtra si çdo ai. Nëse ai do kishte qëndruar real dhe kishte marrë premtimet sërish të shkonte po njëjti person, por lëvizja e drejtuesve të qarqeve në qytete të ndryshme, në zona të ndryshme, sa herë ka periudha zgjedhore tregon që drejtuesi që ka qenë aktual nuk ka fytyrë të paraqitet më atë populli sërish për të kërkuar votën. Dhe prandaj ndodh një gjithë rotacioni. E kanë bërë të dyja për një. Prandaj ndodh i gjithë rotacioni pa diskutim të dyja. Po do bëni kingmaker një. Pa diskutim, dëgjoj. Do bëni kingmaker. Ka shumë qartë se çfarë do bëjmë ne dhe vizioni jon është i padiskutueshëm. Po kingmaker nuk vendos, do qytetarëve. Vizioni i Partisë Socialdemokrate është në interes të qytetarëve. Është një vizion i cili ka pranuar idenë time si burbuqe islami, si një zonjë eksperte në fushën financiare dhe në fushën e vlerësimit pasurive të paluajtshme, me një eksperiencë të gjatë në administratën publike, ku ka luftuar, ka dhënë kontributin e saj në luftën pa kompromis kundër korrupsionit, duke i dhënë ju kanë dhënë shansin për kontributin, do duhet ta vlerësoni në momentin që do të keni mundësinë ekzekutive për të bërë diçka dhe në pushtet. Partia Socialdemokratike ka 3 vite që çon të njëjtin përfaqësues në Shkodër dhe ai është koklart kur shkon atje, sepse u paraqitet qytetarëve me ndershmëri dhe ka fytyrë që do dalë për atyre tua kërkoj votën sërish. Të shohim se si do të jetë kësaj radhe PSD-ja në Shkodër dhe si do e kërkoj votën. Kemi këtë dinjitet nga përfaqësuesit e tjerë partisë politike, kur asnjë përfaqësues i partie politike nuk është paraqitur për të në radhë në qarkun ku ai. Megjithëse dinjitetin dhe partitë politike e kanë të vështirë të bëjnë bashkë sot që flasim. Rej është në komunikim, ma riktheni pak në ekran sepse zhurma në studio është e madhe. Rej, tek listat më qëndro për pak sekonda para publicitetit. A e keni ju garancinë e dorëheqjeve meqense edhe ju do aplikoni dhe imponoheni me efektivitetin e formulës për lista 100% hapur? Atëherë, Alba, më lejo të tregoj diçka. Ne ishim të deputeti Sheh ishte i pari i cili e propozoi listën 100% të hapur. Dhe ne kemi një plan përse përket kësaj metodologjie, po, dhe ne kemi vendosur njerëzit tanë që ne i njohim dhe cilët do japin dorëheqjen. Ne kemi si parim politik të gjithë kandidatët e djathtas për zhvillim kandidojnë në listë të hapur. Në ky është parimi jon bazë. Me këtë lloj forme kemi organizuar edhe planin ton politik. Prandaj, duke u kthyer pak më përpara, sepse u mbajtëm gjatë gjithë kohës në një diskurs
a do t'i hapi, do të thënë kush do ishte brenda listës së mbyllur të PD-s apo brenda listës së hapur. Nuk është ky halli shqiptarëve. Cili është halli sipas teje? Halli shqiptarëve është sot të përfaqësohen në parlament nga njerëz që do të kryejnë detyrën e parlamentarit. Mbi gjitha shkallët e zhvillimit që duhet të ketë një shtet normal, si është drejtësia, pushteti i medias, legislativi apo ekzekutivi. Ne sot kërkojmë që në parlament të shkojnë njerëz të përgjegjshëm dhe që janë të aftë për të bërë detyrën e tyre, sepse në fund të ditës kjo do jetë detyra jonë që aspirojmë të merremi me politikë. Ne do Kështu që pas ka rëndësi pragmatiste se kush merr garancinë e listës së mbyllur dhe kush arrin të na përfaqësojë si ligjvënës në parlament. Se këta njerëz do të jenë për të kryer këto politika ekzekutive. Unë besoj se qytetarët shqiptarë sot janë më të arsimuar, më të kulturuar dhe shumë herë më të emancipuar nga çka kanë qenë dhe përpara 10 viteve, dhe përpara 20 viteve. Shoqëria shqiptare, pavarësisht problematikave të saj, nuk mund të themi sot është në vend numero. Njerëzit kanë ndryshuar dhe unë besoj se ne sot si detyra jonë parësore, nëse duam të jemi pjesë e kësaj bote të ardhmës politike, është kjo e para, të tregojmë që jemi të përgjegjshëm dhe kemi vendosmërinë për të zbatuar këtë detyrë. Për të zhdukur nepotizmin, mbi të cilin po flisnin kolegët pak më përpara, po askush nuk e përmendi si detaj. Nepotizmi është ai kanceri i shoqërisë shqiptare që po i bën të rinj sot të largohen. Këtë si e reja do duhet ta konsideroni të mirëqen çështjen e evitimit të nepotizmit. Edhe korrupsionin po të doni se duket sikur janë gangrena sociale për cilat edhe diskutimi është i mirëqen dhe i panevojshëm. Është momenti për pak sekonda publicitet dhe ne rikthehemi për fundin e debatit, ju vijoni na ndiqni edhe për pak.